Zhveshja është bë njësi matëse për tërheqje, për rrëmbim të vëmendjes, apo. Kjo me e matë me surën tin del mjerim. Del mjerim, Allah, del mjerim. Nga se Allahu Gjelle Wala të ndërru dhezër në Koran e përmen petkun si begati. Petkun si begati, begatia. Qka është interesant? Një lidhje shkurt. Përmend Allahu Gjelle Wala lëkurën e kafshëve. Lëkura e kafshëve është petku i tyna, po. Qaj petke kanë, ata s'kan jakën e me vesh. E ka petku në jashtë, apo. Shikoni, Allahu Gjelle Wala të petku është filozofi shumë e rëndësishme, apo. Allahu përmend lëkurën e kafshëve. Apo, që duke i zhvesh ato, veshën i jo, që është duke në ndërru ju, apëtën. Kur të rrjep kafshën, të e zhvesh nga petku i saj, kuptimisht, apo? Nga zhveshja e kafshës, nga petku i saj, ti bën petk për veti. Që të proces të veshjes tonë, duke zhvesh kafshën, Allahu thot, a i në të pa që shumë kanë ndërru nga ju, apëtën. E njeri tash më qu, apo edhe petkun që Allah ja ka bu nder e kënari e identitet, apo me hjek, për me të regu petkun e lkurës, që sështë petki njerit, është petki kujt. I dikuj tjetër është aj petka, pëtën. Ata tjertë me qitë petë kalzonë se sojnë të mirë. Jo njeri. Nëm kupton, ata që Allah tha, thumë redednahu esfele safilin. E përsia jote, dhe ngritja jote, dhe kënaria jote, dhe ketë që i përmanëm, janë në kuptimin e bukurisë, në kuptimin e ndërtimit, në funksionimin e natyrshmërisë, e cila komunikon me shpalljen dhe mbi bazë e këtij komunikimi dhe mendje që kupton ndërtohet njeriu dhe ngritet. I pa që është përfill këtë mirësi dhe këtë begati, çka ndodh? Thumma radadnahu asfala safilin. Pas Allah thot, radadnahu i ka dy kuptime. E kemi përmbys në nivelet më të ulta. Asfala safilin është mas poshtë. Dhe kjo është realisht në të kundërt e ahsen. Ahsen është superlativi i mirë. Do në formën më të mirë e këna kriju njeriun. Brendshme, mas pari, pasaj tjeshtëm. Por kur njeriu se ka kuptu realitetin e bukurisë dhe se ka kuptu realitetin e begatisë dhe se ka vlerësu begatin si duhet, redednahu. E këna përmbys aftër. E këna këthy, e këna hudh në mas ullët që është e mundë shmapta. Rënja e njeriut në nivelin më të ullët mundë shumë në kuptan, hudhje në gjehnem. Dëmon ma poshtë se në gjehnem me shku, ku ka me shku? Ka me shku edhe një shkallë ma poshtë, pa për në gjehnem. Do ma keqë se në gjehnem s'ka. S'ka ma keqë. Nuk ka ma keqë. Nuk ka ma mirë se në gjenet. Dhe s'ka ma keqë se në gjehnem. Mes asaj që është me mira dhe asaj që është me keqja, është jeta e njeriut. Është ai që ka me vendosë për vlerësimin dhe poshtnimin e tij. Njeri që të qëndron, njeriu mes poshtnimit dhe vlerësimit qëndron mes dy pikave, vlerësimit të ngritës në xhenet dhe poshtnimit të tij në dënim të xhenemit, Allah na ruaj.